Pas apelit në News 24 nga një familje me 4 jetime cila u përfshi nga përmbytjet e disa ditëve më parë në Shiak, Agjencia Stop Krimit në Tiranë ka siguruar ndihmë për familjen e Vjosa Palukës. Bëhet fjalë për ndihmë ushqimore, dyshek dhe pajisje të ndryshme që i vinë në ndihmë kësaj familje, pasi ujërat e lumit shkatruan gjithçka në banesën e tyre. Stop Krimit ka premtuar se do të vijojë të mbështesë këtë familje deri në normalizimin e gjendjes. I falenderojmë të gjithë dhe ne do ndihmojmë. Do vazhdojmë ta ndihmojmë derisa kjo të dalë nga kjo situatë. Krye familjarja Vjosa Paluka, ndërsa ka dhënë falënderime për ndihmat, ka rrëfyer se është hera e parë në 25 vite që dikush kujtohet për ta. Më pru dyshek, mobilje, ushqime që më dha një ndihmë. E falenderoj shumë. Asnjë s'm ka dhënë ndihmë, ju që ju jeni e para që më jepni ndihmë për 25 vjet. Rije qetë, do vim prap edhe mos ki problem, ne do të ndihmojmë me çfarë kesh mundësi ti, do të ndihmojmë prap. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë. Rreth 200 familje numërohen vetëm në qytetin e Shiakut, ku ujërat e lumit u kanë marrë gjithçka ata kishin ndërtuar për vite me radhë, duke bërë që të gjithë këta persona të përjetojnë ditëferi.